E qeveria amerikane ka imponuar një mas të gjerë që ndalon diplomatët amerikanë, familjarët e tyre dhe kontraktorët me sigurit të pastër në Kinë që të angazhohen në marrëdhënie romantike ose seksuale me qytetarët kinez. Kështu raporton agjencia e lajmeve Associated Press, ndërsa thuhet se politika zbatohet për stafin në ambasadën amerikane në Pekin dhe konsulatat në disa vende, pra gjithandej Kinës, përfshirë dhe Hong Kongun. Pra personeli amerikan që është caktuar jashtë Kinës ose ata që kanë marrëdhënie tashmë ekzistuese me qytetarë kinez mund të përjashtohen sipas raportit, duke cituar burime të panjohura që kanë njohuri për këtë çështje. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se tarifat universale të presidentit amerikan Donald Trump janë një goditje madhore për ekonominë botërore. Ai ka bërë me dije se Bashkimi Evropian është duke u përgatitur të përgjigjet me kundërmasa Shtetet e Bashkuara nëse negociatat për kompromis dështojnë. E ndjekim një deklaratë